Në shtëpinë e Big Brotherit, ku tensionet, debatet dhe luftrat e nervave kanë qenë të shpeshta ditët e fundit, një moment krejt i papritur arriti të ndryshojë atmosferën dhe të sjellë të qeshura të mëdha mes banorëve. Këtë herë, vëmendja nuk u përqendrua te konfliktet apo strategjitë e lojës, por te një dialog i thjeshtë, spontan dhe plot humor mes Benitës dhe Tonit, që u kthye në një nga momentet më të komentuar të ditës. Gjithçka nisi në mënyrë krejt të pafajshme, kur Benita ju drejtua Tonit me një kërkesë të zakonshme, duke i thënë me qetësi, apo marruan mandarinën? Një fjalë e thjeshtë që në çdo shtëpi normale do të kalonte pa u vënë re. Por jo brenda mureve të Big Brotherit, ku çdo fjalë merr ngarkesë tjetër dhe çdo reagim analizohet nga të gjithë. Toni, i njohur për mënyrën e tij ironike dhe përgjigjet e papritura, nuk humbi rastin për ta kthyer situatën në shaka. Me një ton plot nënkuptime dhe humor, ai u përgjigj Benitës, për çfarë mandarine e ke fjalën, se do ta ruaj mirë. Kur të dalim jashtë. Kaq mjaftoi që situata të shpërthente në të qeshura të mëdha. Banorët, të pranishëm në atë moment, nuk arritën ta mbajnë seriozitetin. E qeshura u përhap menjëherë në gjithë ambientin, duke thyer çdo ngarkesë emocionale që ishte krijuar më herët. Disa qeshnin me zë të lartë. Të tjerë tundnin kokën duke buzëqeshur, ndërsa disa të tjerë komentuan me batuta, duke e kthyer momentin në një skenë të gjallë dhe plot energji pozitive. Ky episod tregoi edhe një herë se brenda shtëpisë, përveç lojës së fortë dhe debateve, ka vend edhe për humor, ironi dhe spontanitet. Toni, me një fjalë të vetme, arriti të zhvendosë vëmendjen nga tensionet drejt një atmosfere më të lehtë, duke treguar një anë tjetër të karakterit të tij. Ndërsa Benita, me reagimin e saj natyral dhe pa e dramatizuar situatën, kontribuoi në këtë moment të bukur që u prit shumë mirë nga të gjithë. Momentet të tilla janë shpesh ato që e bëjnë Big Brotherin të veçantë. Jo vetëm për konfliktet apo dramë.